Mirëmëngjes, nga një udhëtim i gjatë drejt Kievit me tren, ku do të jemi në një vizitë zyrtare për të rikonfirmuar mbështetjen e Shqipërisë në krah të Ukrainës në kushtet e sulmeve masive që targetojnë infrastrukturën kritike dhe popullatën civile në mes të një dimri tegër. Ministrja e jashtme e një qeverie kartel bën një udhëtim të gjatë për t'i ofruar aleancë regjimit të Ukrainës, një gest për të cilin Shtetet e Bashkuara nuk do të jepnin konfirmimin e tyre, sidomos tani që prevalon domosdoshmëria për paqe dhe jo për luftë. Qeveria kartel e Tiranës dërgon drejt regjimit të Kievit ministren e jashtme për të dëshmuar aleancën për Ukrainën, teksa drejtësia me Spakut po i çmonton trupin dhe gjymtyrët korrupsionit qeverisës. Çfarë aleance mund t'i ofrojë një vend i korruptuar si Shqipëria, një regjimi të korruptuar në luftë si Ukraina? Një pyetje që bën çdo kush dhe që nuk i përgjigjet dot askush. Kam ndjekur me vëmendje gjatë gjithë mbrëmjes së djeshme rebeshin e spekulimeve politike mbi çështjen e vizave drejt Shtetet Bashkuara të Amerikës. Nuk ka spekuluar askush, as media dhe as publiku, sepse ajo që është shkruar e zezë mbi të bardhë nga Departamenti i Shtetit është e padiskutueshme dhe e patjetërsueshme. Është aq kokfort sa thyen në mes mashtrimin e qeverisë shqiptare për vallaha spekulime. Ndërkohë që Shqipëria sot respektohet e çmohet kudo dhe është më aktive se kur, disa udhëhumbur në Tiranë kanë vërmkujen se SBA-t sipas tyre kanë ngrirë e bllokuar vizat për shqiptarët. Shqipëria sot më shumë se kur është vendi i damkosur si Kolumbia e Europës dhe këtë e din më mirë se kushdo tjetër, shqiptarët jashtë vendit. Sot më shumë se kur Shqipëria është ekonomia më e madhe informale dhe më e zezë në mes të Europës e ngritur në trafiqe me rrjete nga Amerika Latine, në Turqi dhe lindjen e mesme. Fabula e tyre e qartun shkon aq larg sa deklarojnë se partnerët tanë historik dhe strategjik e kanë futur Shqipërinë në listën e zezë. Për këtë ministre e jashtme duhet të jetë e bindur dhe e sigurt dhe jo vetëm për këtë. Shqipëria është në listën e zezë për shkak të Sorosit, karteleve, korrupsionit, provane që janë vjedhur shqiptarëve dhe për shumë të tjera çështje të rëndësishme, që Shqipëria sot në sy të Amerikës është jo vetëm problematike, por një vrim e zezë në Ballkan dhe Europë. E pa imagjinueshme. Në fakt, të dyja këto janë fund e krye trillime politike. E vërteta është se vendimi i fundit i Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk ka bllokuar lëvizjen dhe udhëtimin e qytetarëve shqiptar drejt SBA-s, kurse nuk janë bllokuar as vizat për qëllime turistike, studentët, biznesi, vizitat e familjarët apo eventet lidhura me punën. Askush nuk ndalohet të udhëtojë dhe të vizitojë si turist, student, qytetar apo edhe zyrtar, por rregullat e qëndrimit në SBA do të ndryshojnë në linjë me politikën e tyre të imigracionit. Po sikur tani t'i drejtojmë një pyetje ministres, një pyetje që nuk i përgjigjet dot. Politikat e imigracionit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës pas ka ndryshuar vetëm për disa shtete dhe jo për të gjitha? Do me thënë, për ta sqaruar ministren, politikat e Amerikës kanë ndryshuar për disa shtete specifike, tejet problematike, me të cilat Amerika po mbyll kufit, një ndërto është Shqipëria. Listën e shteteve e ka në tavolinën e punës dhe mund ta lexojë. Në vend që të ulin kokën, të heshtin dhe të largohen nga pushteti, përpiqen t'u hedhin hi sy shqiptarëve. Përpjekje e dëshpëruar, kjo e ndërmarrë nga njerëz që i frymëzon pacipësia. Pra nuk bëhet fjalë për një vendim që targeton Shqipërinë, po për një rishqyrtim lidhur me procesimin e vizave për qëllime imigrimi në SBA për 75 vende, përfshirë 5 vende të Ballkanit Perëndimor. Departamenti Amerikan i Shtetit njoftoi se do të pezullohet përpunimi i vizave të imigracionit deri në rishikim zyrtar dhe ky vendim vjen si pjesë e masave të administratës amerikane për të kufizuar abuzimet me avantazhet që ofron sistemi amerikan i imigracionit. Do me thënë ky vendim flet qartë dhe pa më dyshje për abuzime me imigracionin në Shtetet e Bashkuara. Sipas ministres ka shqiptarë që kanë shkuar atje dhe përfitojnë nga mbështetja financiare për njerëz në pamundësi apo në nevojë. Do me thënë sërish të pamundurit dhe në nevojë që Shqipërisë i dëboj qeveria kartel nga Shqipëria dhe ja pasoj Amerikës për t'i ushqyer, për t'i kujdesur, kuruar e të tjera. Besoj se tani ndoshta kupton diçka më shumë shoqja e PS-s me aromë rilindjeje. Pra shkurt dhe thjesht, vendimi nuk ka të bëjë asgjëkundi me fabrikime nga më të çuditshmet për non grata imagjinare mbi Shqipërinë dhe shqiptarët. Për te gjithë kësaj tymnaje, një e vërtet e madhe është e qartë si drita e diellit. Shqipëria ka qenë dhe mbetet aleati dhe partneri strategjik i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, vend mik me cilin na bashkon një rrugë e gjatë dhe e pandashme vlerash dhe qëllimesh. Dhe me këtë frazën e fundit i vuri vulën. Amerika, shoqja ministre, duhet të jetë dhe të mbetet aleati strategjik i Shqipërisë dhe jo e kundërta, siç t'i artikulon Tinës.
Tani mund t'i bësh një mesazh Aleksit dhe t'i thuash se sa bukur u artikulove dhe se si angjeshja e Amerikës së Trumpit nga treni për në Kiev. I uroj ministres kthim të ftohtë në Tiranë. Mast Channel. Please subscribe.